Hekurudha Durrës-Prishtinë, e njohur si Hekurudha Kuqezi, nuk është një projekt me synime elektorale. Këtë ka deklaruar kryeministri Edi Rama në një komunikim me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke shpjeguar se prezantimi i bërë pak ditë më parë lidhet me një rikonceptim të projektit që parashikon ndryshim të itinerarit, duke kaluar tashmë përmes Shkodrës. Pra nuk ka lidhje me zgjedhjet, po me fazën e re, kur konsulentët austriak kanë përcaktuar opsionin e kalimit nga Shkodra përmes Gjakovës në Prishtinë si më të miri. Sa i përket vonesave në ndërtimin e segmentit Tiranë-Durrës, Rama theksoi se ato lidhen me procedurat burokratike të Bashkimit Evropian, i cili është donatori kryesor për zhvillimin e infrastrukturës hekurudhore në vend. Në atë hekurudhë kanë qenë të lidhura me pozicionin ende të dobët të Shqipërisë deri para ca vitesh, kur ende nuk na merrnin shumë seriozisht as BE-ja, as bankat e saj zhvillimore, të cilat janë burimi i financimit të pakos së hekurudhave përmes Fondit Evropian të Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pjesë e këtij rrjeti modern transporti do të jetë dhe segmenti Elbasan-Lekaj në lidhje e rëndësishme jo vetëm për hekurudhën, por edhe për korridorin e 8, ku aktualisht po punohet paralelisht për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Jemi në korridorin e 8, në një nga kantieret e fazës 3. Ashtu siç prezantuam dhe dje, ky është një nga korridoret më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore, do të jetë edhe hekurudhore në të ardhmen. Është i ndarë në 3 faza. Kemi fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare pranë urën e Bushtricës. Kemi bypassin e Elbasanit, që është faza e 2, dhe kjo është faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rogozhinës. Kryeministri dhe zëvendës kryeministri Abelinda Balluku kanë inspektuar nga afër punimet në këtë aks 40.7 kilometra të gjatë që nis në afërsi të ish kombinatit metalurgjik në Elbasan dhe përfundon në Lekaj pranë Rogozhinës.